Selam aleikum, deshta me të pyet thot për çështjen e kurbanit, delet janë veç për një person. E kafshët e mëdha deri sa persona. Aleikum selam rahmetullah. Delet edhe dhit janë për një person ose për një familje, domethënë, ku themi një person, domethënë ti si i zoti i shtëpisë e prej një dele edhe bën kurban për vetë dhe familjen tënde. Jo domethënë jeni 10 vetë, 10 anëtar të familjes, mi prej 10 dele. Kështu nuk kuptohet çështja e kurbanit. Po një person i zoti i shtëpisë e prej për familjen e vet. Kret kanë sevap edhe pleqt edhe trit edhe fëmijët prej çati kurbani. E nëse dojnë me prej një lop ose një deve ose një bollic, atëherë bëhen bashkë 7 familje ose 7 zot shtëpisë e blejnë bashkat. Nëse kushton 1500 euro, 7 veta ndajnë në pjesë barabarta, e blejnë çat lopën, edhe secili e bën plan për veti. Kur ta pyet dikush, a ke prej kurban? Thot po, kam prej kurban, edhe ai tjetër, 7 kanë prej kurban të përbashkët. E ti për sa anëtar të familjes e ke bën niyet, ti për sa nuk është më rëndësi. E rëndësishme 7 persona kanë marrë pjesë në pagesë. Kjo 7 persona vlen vetëm për kurban bajram. Nëse bëhet akika duke prej një lop, nuk vlen kjo për 7 fëmijë një lop. Nuk vlen. Domthonë vlen vetëm tek kurban bajrami.